Shumica e trimëve në qytetin e Gjilanit janë shumë të pakënaqur për shkak se thonë që Gjilani ka mbet qysh ka qenë më herët, as nuk ka përparu, po as ka shku t'u bë më keq. Ka stagnu me një vend. Pse ka ndodhur kjo? Janë ndru edhe qeverit, edhe kryetarët, edhe prapë se prapë Gjilani ka mbet po i njëjti. Pikrisht atë që e thash, që do ta bëj një vend tjetueshëm, një qytet tjetueshëm, ka edhe këtë qëllim. Jo një qytet heshtur, jo një qytet të mbyllur për vizitor. Vizitorët në Gjilan vinë vetëm për shërbime domosdoshme, ose vizitor tranzit që kalojnë për Gjilan. Dërsa vizitor që vinë na vizitojnë Gjilanin kemi shumë pak. Edhe atëherë kur kishim shumë, sidomos në eventet kulturore. Gjilani njihet si qendra kryesore e kulturës, apo kryeqendra e kulturës në Republikën e Kosovës, ne këtë e humbëm. Ja u ka marrë Ferizoj tash. Mbase mund tjetë edhe Ferizoj, po dhe e mori në shumë komuna tjere, e mori Sovareka, e mori Rahoveci, realisht. Dhe ne, duke pasur një nga festivalet më të mëdhaja dhe më të gjata në Troje Shqiptare, Flakën e Anarit, që përfshin festivalin e dramës, festivalin e muzikës, festivalin e artit pamor dhe ato letrar. Po pse kalon në mënyrë të zbetë? E zbehem se këtu vjen shprehje një keq menaxhim. Keq menaxhim edhe në aspektin organizativ, po edhe financiar. Realisht këtu po shfrytëzohen klientela politike për shërby